Profesori dhe analisti politik, Dr. Mehdi Hyseni ka bërë thirrje që presidentja e Kosovës Vjosa Osmani të tërheq vendimin e saj për mandatimin e zotit Blau Konjukca për formimin e qeverisë së re dhe në vend të kësaj të shpallë zgjedhjet parlamentare. Me një shkrim për gazetën Bota Sot, Hyseni paralajmëron për pasoja të rënda politike në rast të zëvendësimit të kryeministrit aktual Albin Kurti. Ai thekson se ndryshimi i krejut të qeverisë, përderisa Kurti mbetet figura më e votuar dhe aktive, do të jap trovë kundërshtarëve të tij brenda dhe jashtë vendit për të forcuar tezën se Kurti është i izoluar nga partnerët ndërkombëtar. Mos e humbisni kryeministrin Albin Kurti, lajmi se presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka mandatuar Blau Konjukcën për formimin e qeverisë është shqetësues, sepse me këtë potezë fitojnë të gjithë forcat politike kundër Albin Kurtit, si në kuptimin e politikës së brendshme ashtu edhe asaj të ndërkombëtare. Ky do të ishte gabimi fatal i politikës strategjike të Vjosa Osmanit dhe të Albin Kurtit, jo për Blau Konjukcën, nuk e meriton të zgjedhet kryeministër, por derisa të jetë aktiv dhe më i zgjedhur i Kosovës, Albin Kurti nuk duhet të zëvendësohet me asnjë bashkëpartiak të tij nga vetvendosja, sepse automatikisht do të krijohej vakum dhe krizë politike në udhëheqjen e politikës dhe të diplomacisë së qeverisë së Kosovës. E pranoj se Albin Kurti, që Konjukca të jetë mandatar i parë për formimin e qeverisë, kjo do të ndikojë shumë pozitivisht edhe në sytë e opinionit të brendshëm edhe të atij ndërkombëtar të rivalëve të tij, se me këtë ndryshim aksidental shumë të gabuar, do të vërtetoheshin tezat, akuzat, shpifjet dhe gënjeshtrat se gjoja e Albin Kurti është kundër jo vetëm opozitës, por edhe kundër BE-s dhe Amerikës, thot Hyseni. Ai thekson gjithashtu se partitë opozitare, megjithëse deklarojnë se nuk do të pranojnë një mandatar si Konjukca, në praktik mund të mbështesin këtë opsion sepse ai u shërben interesave të tyre politike. Prandaj kjo do të ishte forma më e keqe dhe më infantile e eliminimit politik të Albin Kurtit nga posti i kryeministrit të Kosovës, pavarësisht nga deklaratat e kryeliderëve partiak të Kosovës se gjoja nuk do të pranojnë as Blau Konjukcën për mandatarët e qeverisë. Në fakt ata mezi po presin që të votojnë këtë propozim të presidentes Vjosa Osmani, sepse ky është opsioni më i kapshëm dhe më i leverdisshëm i gjithë opozitës, që politikisht ta eliminojnë kundërshtarin e tyre Albin Kurti, por më tepër në këtë kombinatore diabolike, ndërkohë që do të eliminohej politikisht edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, sepse pa Albin Kurtin, ajo ka të vështirë ta ruaj postin e presidentes, nënvizoi profesori Dr. Mehdi Hyseni. Bazuar në këtë, Hyseni thekson se nga moszgjedhja e Albin Kurtit kryeministër, goditjet e para politike do t'i marrë lëvizja vetvendosje, e cila pa Albinin nuk do të fitojë asnjë palëzgjedhje parlamentare në Kosovë, siç prehet ai, as me plebishit e as pa plebishit. Ndaj, zonja presidente Osmani anuloni atë vendim për mandatarin e Konjukcës për kryeministër dhe në afat sa më të shkurtër shpallni zgjedhjet parlamentare në Kosovë, sepse me do të fitonte vetëm opozita me aleatët e saj të brendshëm dhe të jashtëm, e cila vite me radhë po e akuzon Albin Kurtin si armik të partnetarizmit të ndërkombëtar kundër Amerikës dhe BE-s, apinon Hyseni. Për profesorin, kjo formulë për mandatimin e Konjukcës kryeministër të Kosovës do të ishte me rrezik dhe me pasoja të mëdha, të palexueshme dhe të papritura që do të dëmtonin karrierën politike të Albin Kurtit, duke detyruar që të braktiste Kosovën. Kjo do të ishte tragjedie e madhe për Kosovën dhe për shtetasit e saj. Prandaj, zonjë nderuar, presidente Vjosa Osmani shpalli zgjedhjet në vend të asaj formule propozuese, Blau kryeministër, përfundon Hyseni.